Kavaja do t'jetë në qendër të vëmendjes së futbollit shqiptar këtë javë, kur në Luzin e vogël do të zhvillohet kryendeshja e javës së 19 të kategorisë së parë në futboll mes Besës së Kavajës e Skënderbeut të Korçës. Sfida është programuar të luhet ditën e shtunë 24 janar 2026 në orën 13:30 dhe pritet të tërheqë interes të lartë nga tifozët, duke rikthyer një prej rivaliteteve më tradicionale të futbollit shqiptar. Besa dhe Skënderbeu janë përballur gjithsej 151 herë në të gjitha kompeticionet zyrtare e miqësore, me një bilanc që anon në favor të skuadrës kavajase. 61 fitore për Besën, 45 barazime, 45 fitore për Skënderbeun, golavarazhi total 185 dhe 168 në favor të Besës. Sinjalistika tregojnë një rivalitet të fortë dhe të ekuilibruar, kur shpesh diferencat çelës janë vendosur nga detajet të vogla dhe momente kyçe. Historia e gjatë mes dy skuadrave, së bashku me objektivat e këtij sezoni, e bëjnë këtë ndeshje një përballje me peshë të veçantë. Stadiumi i Luzit të vogël pritet të jetë i mbushur, ndërsa dy ekipet do të kërkojnë të marrin maksimumin, jo vetëm për pikët, por edhe për prestigjin që sjell ky duel klasik.